kështu tani, mos bëj. Nuk dua. Ore që do t'iki. O Po kur të vetëm, dua unë. jo kur të duash ti, kur të doj ajo se ka jetën e vet, kështu që fillo të shkëputesh nga pak se ky është edhe dëmi që do i bësh gocës në të ardhmen. Se me, po e ri për shtatë, po e mbaj qita me që jemi këtu, që jemi një mama dhe një baba, edhe pse jemi në të kundërta kam përshtypjen. Jo, jemi në role të kundërta kam përshtypjen. A ka ndonjë ndasi, ndonjë dallim se si mamaja dhe babaja përjetojnë këtë ndryshimin e raporteve me fëmijët e tyre, pra këtë ndarjen? Unë kam akoma në shtëpi me thënë të drejtën. Kush mendon se do e përjetoj më keq, më problematik? Pavarësisht se bën si i fort, pra babi është. Edhe pse është ai që do që fëmijën ta nxjerrë 18 vjeç nga shtëpia. E njëjta gjë ka ndodhur dhe me babain tim kur unë u martova. Ishte ai që u përlot më shumë, ai që nuk e merrte veten kollaj. E njëjta gjë ka ndodhur me vjerrin tim kur u martua e bia ose kur doli më vete i biri. Pra kam përshtypjen pavarësisht se kemi figura mashkullore goxha të forta, meshkujt shqiptar janë të ndjeshëm. Shqyr që e tham një herë, se na kemi bërë burë. Laila, kështu ka rezultuar edhe ande nga ju? Po, pa tjetër, ndjeshmëria aty është edhe si këndot kur, por ka dhe një lidhje fiziologjike. Goca me babin, quni me mamin, që bëjnë diferencë. Edhe kur ke dy fëmijë, quni një gocë, ose edhe kur ke njërin ose tjetrin rast. Kështu që lidhja mbetet shumë e fortë, përjetimi sigurisht varet edhe nga natyra e individit, por unë mendoj se ne si prindër gjithmonë këtë merak kemi, që ta mbështesim fëmijën që të bëhet i zoti vetes. Dhe prandaj ne kemi atë shprehjen doli në jetë, u bëj zoti vetes. Unë shpesher ta shohi nëna të lumtur. Bravo. Puna është ta fusësh kalamonin shina. Që ta fusësh shina, duhet ta fusësh që të vogël. Dhe po hyrin shina edhe në raport me shkollën, që është shqetësimi kryesor që ne kemi. Mbas asaj moshës të vogël të fëmirisë është shkollimi. Dhe shkollimi, baza në themelet hidhen që në fillore, që në klasë parë, dytë. Dhe prandaj, unë gjithmonë këtë shprehje kam qejf ta përdor. Po e futen shina kalamonin që në atë moshë, ai do heci. Do heci në shina dhe shpejtësia s'ka rëndësi çik më shumë, ajo varet edhe nga individi, po do heci në rrugën e duhur. Ka edhe një lloj disavantazhi, duke qenë që unë jam në mënyrë të vazhdueshme për shkak të profesionit me student. Shpeshherë dëgjoni për korridore kur thonë djem, mënyrë të veçantë. Po çana lan neve prindrit. Çka do thotë? Pritshmëritë e tyre janë më të ulta kur i kanë gjërat gati. Pra shkollën u paguan prindi, ata nuk punojnë gjatë studimeve. Pra mos e kemi mësuar vetëm ne. Po pra, gjithë kjo që Laila unë jap shumë të drejtë dhe dakord, por ka dhe një lloj disavantazhi. Unë e dëgjoj në mënyrë, po them, gati për ditë. Pse çfarë na lanë neve prindrit? Po çfarë do të thonë kjo? Pra kjo një lloj pritshmërie që një njerëz duhet të ketë për t'ia dalë vetë, për të punuar vetë, edhe me studimet, por edhe të punoj dhe kamarier, dhe një punë tjetër. Dhe satisfaksioni që të krijon ndjesia. Nuk e thua në këtë lloj forme, pra nëse prindi ka ndryshuar, le ta themi, kur ti je rritur, kur ti je maturuar, e ka ndryshuar qasjen me ty. Ti, do me thënë, nuk e thua më këtë gjën? Shiko, po sigurisht ndryshon Alban qasja, sepse edhe statusi ndryshon, ai nuk ka më fuqi, pra ai bëhet një lloj mentori i joti, pra një këshillues, nuk është që ka më influencën për të përmirësuar ty për ditëshmërinë apo për ta kundërshtuar atë. Por, prindi shqiptar, edhe pse është në moshën e tretë, po them, vazhdon sepse ruan niprit dhe ka një formë për të interferuar tek familja e re e çiftit, po them. Mua më pëlqen shumë fakti që ti e shef kaq pozitivisht, sepse në konceptin e përgjithshëm, në publik, jo, është kjo që quhet ndërhyrje. Pra, unë kam krijuar jetën time, jam martuar, kam krijuar familjen time dhe prindi akoma vazhdon edhe ndërhyn. Ti e sheh nga ana këshilluese, pra ti thua që këshillon edhe kur nuk këshillon ty personalisht, këshillon ty për niprit e vet, pra ka një lloj lidhje, po ka fëmijë që këtë e quajnë tipo ndërhyn tek jeta ime. Dhe ndonjëherë për hir të këshillimit, realisht me dashje ose pa dashje, ndërhyet më shumë se që duhet. Këto janë debate pasaj vjera dhe nusja dhe anasiltas, po asnjëherë djali dhe vajza nuk më thot për nënën për babajnë ti ke ndërhyr. Si nuk më ta thot? Pra më shumë duket një problem vjehër edhe... Nuk ka pse nusja të përballet me vjerën apo vjera me nusën nëse djali ndan pozitat që në fillim. Ktu është të tregohesh burr dhe ti ndash gjërat, që të shmangësh konflikte dhe ti japësh paqe vetes.
Se në qoftë se burri nuk bën rolin e burrit dhe i krijon hapësirë secilës palë që të ketë konflikt, dhe palët reciproke nuk e thojnë ato që mendojnë, por e ruajnë në heshtje, hajtë mos ta them, mos lëndoj këtë, mos lëndoj atë, dhe ngarkohet një mllef aq i madh. Po jo se kalojmë tjetër gjë, se është raport. Është tjetër raport. Ja, kalojmë tek raporti biri dhe mamaja e vet. Lëre nusen fare. Bënjan. Si t'ja bëj biri që ti thotë jo mama, s'pa e lënduar. Pra ti japi atë kufirin ja ti nuk po do e bëj herën e parë. Do jetë drama e parë. Erdhi ajo më mori çunin. Po patjetër. Unë të kam rritur, të kam bërë kaq sa. Mendojnë të gjithë, ndoshta ashtu do mendojmë edhe ne. Po mendosh. Shiko, unë djalin tim do e nxjerr nga dera. Përpara ishte shqetësimi, do nxjerrin vajzën ku do shkojë, tash është shqetësimi, do nxjerrim djalin. Mendoj që nuk duhet të vazhdoj ky cikli i ndërvarësisë reciproke. Pra, fëmia shek nga prindi derisa të dalin në jetë ato që po diskutonim, që ka varësi financiare nga prindrit, dhe kur krijon familjen e vet, dhe kur krijon në punën e vet, është prindi që kërkon t'i kthehet investimi mbrapsht. Kjo pjesë dal në një pikë që doja ta Kjo pjesë besoj që duhet të shkëputet. Duhet të ketë respekt reciprok, që prindi të shohi dhe të mendoj për veten e vet, të mendoj për pleqërinë e vet dhe jo të japi gjithë jetën për fëmijën dhe pastaj edhe të zhgënjehet, siç kemi parë raste. E vërtetë është. Por dhe fëmia duhet të kujtojë që ka një familje. E vërtet, më jepni të drejtë ose ma hidhni poshtë, mbase edhe gaboj, nuk e di, por unë kam vënë re, këto vite jetë që kemi, që përgjithsisht kur flasim për raportin midis fëmijëve dhe prindërve në moshë madhore, duket sikur veriu dhe jugu kulturalisht janë të ndarë. Që do të thotë. Ja ku e ke. Që do të thotë, përgjithsisht në veri, prindrit kur i rrisin fëmijët dhe fëmija del në jetë e tjerë, varen nga fëmija. Pra fëmija e kthen atë llojin e shohit si një lloj investimi. Është kulturë. Do të thonë prindi e sheh sikur fëmia e ka tani detyrim ti mbaj, ti shoh e dhe është turp nëse nuk bëhet. Edhe është shumë turp. Nuk e pranohet. E kundërta është pjesën e jugut. Edhe kur kur fëmia rritet, prap fëmia është i varur ndaj prindit, edhe pse prindi është në një moshë madhore, prap do që ti sjellë ato ushqimet bio, e ka syrin atje, e merr gjatë gjithë kohës prindin telefon, pra ka një lloj prap potencë. Duket sikur në telefon nuk është keq për Jo, po them kur bëhet posesive, duket sikur edhe kulturalisht veriu dhe jugu ndahen në këtë lloj ndryshimi. Alban, me që unë jam nga veriu edhe ti, ne në veri themi që djali i vogël i familjes do rri me prindrit. Është një normë e pa shkruar. Deshi stishja ai. Ai shkreti të mos dalë të krijojë edhe diçka tjetër. Nëse djali i vogël i familjes është në emigracion dhe nusen dhe fëmijët i ka me prindrit, lekët që ai sjell nga emigracioni administron babai. Pra, jo nuk se afare. Po ç'është ajo? Kush është? Kështu që është kryekput edhe ditët e sotme, ky është një fenomen që neve e hasim. Pra këtu pastaj unë tërhiqem. Unë këtu tërhiqem. Se janë për shembull këto normat në këtë lloj forme, është ndikim shumë i madh. Unë jam fëmia i vogël, unë e di kur kam dalë nga shtëpia, ai i madh është mërzitur, është bërë shpëtove ti apo? Jo, ne kemi parë raport. Duhet të ndërtohet shtëpia e babës, duhet të bëhet shtëpia 2-3 katëshe për ta parë fëmijë që këtu. Pra ti si fëmijë, pavarësisht që ke dalë në jetën tënde, pavarësisht që ke krijuar familjen tënde, ti si fëmijë ke detyrim moral që patjetër duhet t'i mbështesësh prindrit, sepse normale, ajo nuk diskutohet, po ke detyrim moral që t'i qosh që gjitha aty, t'i bësh shtëpi 3 katëshe, të gjithë investimin, gjithë jetën tënde, ta japësh për ato vendin aty. Sepse shoqëria lokale të atakon nëse ti nuk e bën. Është kulturë. I braktisur, fëmijë pa përgjegjshëm, ose djalë në rastin konkret. Ndërkohë që e kundërta është në jug të Shqipërisë. Shqipëria jugut e ka më ndryshe. Ka ndryshim. Shqipëria mesme është një miksim, mendoj unë, i këtyre kulturave, por shiko, baza është gjithmonë e marrëdhënies është dashuria, është afeksioni. Kur nuk ndryshon dashuria e prindit për fëmijën, asnjë rrethana. Hapim një derë tjetër, pastaj nëse unë e pak më tutje. Mbi dashurinë vjen respekti. Edhe respekti duhet jetë reciprok.
Edhe fëmija pastaj kështu do evoloj, kështu do rritet, por kurse si edhe si prind, unë mendoj, se nuk kemi drejt që ti bëjmë llogarin fëmijët. Unë kam bërë për këtë, për ty, këtë, kështu ti ke detyrim të ma kthesh, unë nuk e shikoj kështu. Përgjigjen ta të tanishmit përgjigjen. Unë nuk e shikoj me të drejtë. Elona? Kështu që do shumë ekuilibër kjo pika, do shumë tolerancë, do shumë mirëkuptim, është e ndërsjellët, është reciproke. Por do edhe vetë brenda vetes tënde të evoluosh. Ti je dinamike, jo statike. Shpesh me maman time që jeton vetëm mbas vdekjes së babait dhe djalin e ka jashtë, vajzën e ka në qytet tjetër të martuar, e diskutojmë pjesën si do na vi pleqëria. Unë nuk e di, ndoshta me vite kanë filluar dhe unë ta ndjej veten më shumë plakë, po e mendoj më tepër se si do e kem unë pleqërinë time. Por sa herë shkoj në shtëpinë time të fëmirisë, një shtëpi që ka qenë plot me njerëz, me 5 antar familje, dhe gjej vetëm mamin, dhe gjej ato muret e heshtura tani, rri mendoj, okej, dhe unë e kam shtëpinë plot, e kam shtëpinë me njerëz, ka debate, ka shere, ka qef, ka humor. Si do e arrivon moshën e mamës time? Unë po ndihmoj maman time, vllain po ashtu, sepse jemi kulturuar, jemi rritur dhe edukuar me atë ndjenjë përgjegjësie dhe dashurie. Do e bëj fëmija im të njëjtën gjë? Rri e mendoj dhe ka 2 muajt e fundit që vetëm këtë mbajnë mend. Prandaj ti po e mendon. Po afron me sa duket. Jo, prandaj ti po e mendon këtë gjë, pikërisht që ato parat që bën të mos ja çosh të gjithëve fëmijëve, të fëmijët të bëhen të zotët e vetes, të çojnë jetën e tyre, por të kesh disa kursive që të moshohesh në mënyrë të drejtë. Kjo varet edhe nga mundësitë. Po, e vërtet është. Në familjen time... Dhe kjo varësia që thash, shumë varet shumë në familjen time, në moshën kur prindit ishin më të aftë për punë, se kur ndodhi tranzicioni dhe u deshën të përshtateshin, e kishin të pamundur që të kishin kursimet e veta, por lekët e përdiqme ishin për mbijetesën. Po, patjetër. Dhe unë hyt e kata të rinj që jetën e kam ndërtuar vetë, se nuk pata mundësi të kem as pajën nga prindrit, as shtëpin nga vjerët, kështu që unë dhe bashkëshorti e kemi ndërtuar vetë dhe unë e vlerësoj shumë atë që kam. Patjetër. Përfshirë edhe familjen. Nuk e di nëse i mbirë, duke qenë se kemi një kulturë tjetër ose po rrisim një brez që mungesat tona po ja plotësojmë këtyre, do arrit ta ketë të njëjtën përgjegjësi për jetën. Pyetje me vend. Është pyetje me vend, me thënë të drejtën, pyetje e madhe, nuk e dim si do jetë. Megjithatë, varësia, siç e thash, varet shumë edhe nga pjesa e pamundësisht, ndonjëherë prindri kërkon që ti ta mbash kjo pavarësia sepse ka dhënë gjithçka për ty. Ka shkrir edhe palcën për ty. Domethënë gjitha me dasma, se ne kemi edhe çik kështu, duam bëjmë dasma të mbaja të martojnë. Po, borxhin në bo dasmën. Por nuk duhet kenë pritshmëri. Unë mendoj që në momentin që ti bën gjërat për fëmijën dhe nuk ke pritshmëri, atëherë të kthehet mbrapa. Jo, është akoma më relaksuar, pastaj edhe marrëdhënia, pra ti nuk e përjeton keq. Pra edhe nëse fëmia shkon dhe sheh jetën e vet, po tani më thuaj pak o Lala, kur nuk të merr çuni në telefon. Si ndjesh? E merr mbrapa i thotë, "Po ti sigurisht. Me mamin në telefon? Po kjo është një nga kjo ka fazat e veta. Komunikimi. Kjo ka fazat e veta. Që kur u fut teknologjia, sigurisht me telefonat, si ndajemi në prindrit kudo që t'ikin, por ka fazat e veta, ndryshon. Do me thënë, ndërkohë që isha unë iniciatorja që kur kishte një munges, tak, i bisha unë, ka ndryshuar totalisht. Tani nuk i bje më telefon. Jo, është ai që e di kur është momenti që komunikojmë, bëjmë, edhe çdo gjë zeven, do me thënë, duhet t'jesh sa më fleksibël, duhet t'jesh sa më tolerant, po ndoj themi gjë në fund, para s'ta mbyllim. Sepse unë shoh një tendencë shumë të rrezikshme, të shoqërisë ku bëjmë pjesë, që të rinjt duan po shmangin martesat. Dhe duket ka një pasiguri për të lindë fëmijë. Që nga dy mishi. Dhe ky është një fenomen demografik në radhë parë, por është dhe shoqëror. Ajo që duat përcjell me një bindje absolute është që gjëja më e bukur që na ka falë Perëndia është që të bëhemi prindër. Dhe i them brezave të rinj që kur mos shmangni faktin që në mënyrën tuaj sa më parë të bëheni prindër. Është gjëja më e bukur. Ndoshta nga që si kemi mësuar në përgjegjësi dhe prandaj do të mësojmë përgjegjësi që të marrin përgjegjësi kur të rriten, të krijojnë familjet e tyre. Faleminderit se janë live. Faleminderit shumë që ishit. Faleminderit. Mirë.
Gishtin kokës, pafshi.